Mimbroma, ndërkohë që në Parlamentin shqiptar vazhdoi 2 ditë më parë ping-pong midis majtëve të djathtë sa i përket reformës territoriale, e cila siç e pat mbaroi edhe në barazim, siç mbaron gjithmonë, nga fieri Ervin Saliani bënte thirrje Sali Berishës që ta rikthente opozitën në shinat e një opozite normale ku ai t'jepte ofertën e tij, pra. Partia Demokratike t'jepte ofertën e tij pavarësisht se çfarë thoshte apo vendosnin socialistët. Pikërisht nga fieri aty ku Demokratët regjistruan dhe humbin më thellë, Saliani ngriti gishtin e akuzës pikërisht tek problemi kryesor që ka patur Partia Demokratike në listat e 11 maj 2025, vënia në to e njerëzve të cilët nuk votoheshin. Gishti i akuzës sigurisht u duk se u drejtua nga Gazmend Bardhi, përfshirë gjithashtu dhe paralajmërimin e Salianit se pavarësisht se çfarë thotë Sali Berisha, askush nuk mund ta pegojë atë të kandidojë tani në fund shkurtit kur gjithë postet drejtuese të partisë mbarojnë, pra skadojnë mandatin e tyre. Pa do të kandidojë Saliani në vendin e kujt? Të Sali Berishës? Për këtë do ta pyesim sonte. Sigla. Mirë se vini në restoran me mua në program është Ervin Saliani, antar i kryesisë Partisë Demokratike, i vetë përjashtuar. Mbrëma Saliani. Mirëmbrëma, edhe në Shqip nuk ka sens, duke term kështu, i vetë përjashtuar, po që të përjashtojnë tjerë. Pra nuk ka sens, kështu që është... Është një nga nonsenset pse do të flasim sot. Kryesori është kush e ka fajin, e ka Saliu apo Saliani. Një term halli është, një term halli. Që është edhe tema e programit sot. Me mua të ftuar në program janë Skënder Mengjosi, Mbrëma Skënder, dhe zoti Beko, Roland, faleminderit që me mua sot. Ti je dhe simpatizanti kryesor edhe mbështetësi kryesor Saliani të studio. Ka dhe tjerë, po ti je kryesori. Skënder është pak skeptik, po megjithatë ta nisim me ty Ervin. Sigurisht foltorët e tua paralele kanë tërhequr përmendjen patjetër për pjesëmarrjen, që është çështja sasiore, por edhe për cilësinë, kryesisht rinj, dhe njerëz cilët kur flasim të ri, flasim për energjinë, kuptohet. Dhe një nga temi simptomat kryesorë në thojzat smundës që ne i shikojmë Partisë Demokratike dhe opozitës përgjithësisht është plagja e saj, pra nuk shikojmë të rinjt. Ju keni arritur të mbledhni aty të rinjt. E treta, mendoj unë, tezat tuaja shumë të forta, do të thotë edhe shumë të guximshme, duke patur parasysh këtu të gjithë historikun e temi kundërshtive, kritikave që kanë ardhur brenda Partisë Demokratike në këto 34-35 vitet e fundit. Drejt çfarë rruge po shkoni? Drejt asaj që duket, pra unë po them të vërteta, drejt përballjes nëse do të jetë kështu ose është në fakt që tani pra është një përballje me të vërtetat e për ta thënë një formë tjetër se leadershipi mbase njerëzit nuk e kuptojnë, thonë që po ç'është se është ky termi që edhe ju besoj jo vetëm me dëgjoni, po dhe përballeni për studio, po bëni opozitës. Opozitja mund, opozitja janë qindra mirë demokratë cilët nuk marrin asgjë. Dhe opozita ka qeverinë e vet. Unë po kritikoj qeverinë e PD-s. Ata që qeverisin dhe marrin vendime për 100.000 anëtar apo 500.000 votues. Sepse qeveria e PD-s, që është leadershipi i Partisë Demokratike, po për qytetarët që ta kuptojnë është qeveria e PD-s. Ata marrin vendime se cili është drejtimi që do të marrë, po themi, partia dhe opozita për vendimarrje shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me si fillim me interesin publik, sepse ky është për interesi apo vlera pse ekzistojnë partitë politike, po së dyti, për ne që jemi antarë të partisë është se si na çojnë drejt fitores apo jo. Dhe gjithçka që them unë nuk është në fakt nuk është në një shpikë e madhe, këtë e thot çdo demokrat nëpër tavolina. Ajo që quhet si guximi i madh është që unë po i evidentoj dhe po i them në publik dhe ndërkohë për të treguar, sepse gjithçka nisi nga një kafe, sa aty filloi sulmi i qeverisë së Partisë Demokratike, ndaj meje edhe atyre që ishin, është që nuk dëgjojnë. Edhe thashore, a janë vetëm unë apo ka dhe tjerë? Me sa duket, siç edhe ju i keni parë, janë mira demokratë që po bashkohen në çdo qytet, në çdo sallë, të cilët një pjesë janë të larguar, një pjesë po afrohen. Tani, pra, ka të rinj, po për shembull në Fier dje ishte një grup i rëndësishëm intelektualësh qytetit, doktor, dentist, avokat, inxhinier që janë larguar nga Partia Demokratike, ose më saktë janë distancuar, se janë Partinë Demokratike, por nuk bëjnë më jetë aktive. Njerëz të cilët dhe kështu është në çdo qytet. Dhe unë nuk du të bëj krahasimin, po themi, për mënyrën se si flasin apo se si shprehen. Demokrat janë edhe
demokratë janë edhe ata që janë takimet e zotit Berisha. Ti ke nxjerrë në sipërfaqe ato që ne e dim që është një nga problemet që ka Partia Demokratike, se mos ne që kemi qenë edhe brendshëm. Përballja me të vërtetën është çik Po shiko, është çik problem. Themeli pra nëse thuan të vërtetat brenda PD, po problem për çfarë? Sepse fillon direkt etiketor që je armik, që je shitur, problem për çfarë? Po ç'a do humbin sot demokratët? Se është një pyetje që është themelore. Çfarë humbin sot demokratët? Kanë 13 vite që janë humbje. Nuk po them për dikë që përfiton nga opozita. Demokratët, ata që sakrifikojnë, ata që përballën. Ka drejtuesi po përfitojnë sot? Po patjetër, se kjo është e dukshme, nuk cili është interesi i po themi çdo demokrati që lere ata më pastaj që janë përfaqësues, që të mos reagojë dhe të mos i thotë disa të vërteta. Tani këtu jemi në kushtet që do të dëgjojmë pralla që kemi 13 vite që i dëgjojmë. Ore, themeli është kjo, si bëhet Partia Demokratike fituese? Kështu siç jemi, unë mendoj që e kemi të pamundur. Unë them që me qenë se jemi në këtë parti, hajde e diskutojmë me njëri tjetrin dhe gjejmë zgjidhje se si Partia Demokratike bëhet fituese. Për mua duke nisur nga cilat janë kriteret për promovimin e karrierës Partisë Demokratike. Duke qenë se është një sistem zgjedhor që nuk lejon që qytetarët të zgjedhin ata që duan, dhe madje është paradoks i madh. Sot, po të shohësh, më të diskriminuarit brenda Partisë Demokratike janë ata që kanë marrë vota. Për shembull, se nuk është se i prish punë, po miku jon Gjekmarka që ka fituar në qarkun e Lezhës. I vetmi qark. Si është mangur, është edhe një qark tjetër që ka fituar, edhe po e përmend duke se nuk është se kjo është publike, nuk është që i prish punë. Qarku tjetër është qarku Kuksit, që është Flamur Hoxha. Edhe ai ekzistojnë? Nga ana tjetër, më të papromovuarit Partinë Demokratike janë deputetët që kanë dalë nga listat e hapura. E mbyllur. Pra, që kanë dalë nga listat e hapura, më të papromovuarit, më të diskriminuarit. Janë ata që kanë marrë votat e veta, që kanë hyrë me votat vetat. Në fakt, ne për shembull kemi diskutuar... Pra, kush ka marrë votat dhe ka hyrë nëpërmjet votës, dhe këtu ka një problem, që e kam thënë, është problem themelor. Alergjia ndaj fituesve. Unë vetë kam fituar. Ka fituar në 2 zgjedhjet e fundit, ku ka marrë pjesë. Doktori tha kemi marrë më shumë vota kurse Saliani ishte në burg. Shiko, tani këto janë, do të jap përgjigje. Spari njerë është shtruar një rrugë të fitosh kur je në humbje. Pra të rikthesh një bashki dhe pa diskutim që angazhimi aty i kryetarit bashkisë, ish kryetarit partisë dhe gjithë strukturës që u ngrit dhe u bë fituese, pa diskutim pasaj që se kjo tregon edhe bën një element tjetër, që është domosdoshëm për të diskutuar. Si ka mundësi që duke nisë nga Kavaja, Kruja këter, Tropoja që u fitu, që ishte 2023-shën, Hasi, Kuksi dhe Mirdita apo zona tjera u fituan. Pra do të thotë që nëse gjenden përfaqësuesit e duhur, se këte kam thënë që duket paradoks, po në fakt Partia Demokratike duhet bëjë analizën e fitores, aty ku ka fituar 7 zona. Ta marrim këtë model, si kemi fituar në këto zona, që kemi fituar, dhe ta qojmë edhe tek... Dhe s'po bënë se analizë është problemi. As fitore, as humbi. Jo, po bënë më keq se sa kaq. Partia Demokratike, leadershipi, se jo demokratët, se fakti që pjesëmarrja, se unë nuk po them që... Unë nuk e di, se nuk mund ta them që kam më shumë mbështetje apo më pak mbështetje, po fakti që takimet janë të evidentuar dhe janë më të mëdha takimet që kanë zhvilluar në të njëjtat zona ku kanë zhvilluar dhe kryetari i partisë, do të thotë që njerëzit kanë një motivim më shumë për të ardhur këtu, apo jo, minimalisht. Ervin, unë kam një të dhënë, ne kemi një të dhënë. Ja mbylla se shumë e rëndësishme, Partia Demokratike, vetëm që nuk po bën analizë, po përpiqet që të bind gjithë shqiptarët prapë që ne nuk fitojmë zgjedhjet, ose që Edi Rama na vjedh. Po kjo nuk është analizë. Nuk ka qytetarë shqiptarë sot, opozitarët paktën, demokratë sidomos, që nuk e di që po Edi Rama përdor instrumentat caktuar për të deformuar vullnetin e zgjedhjeve. Si e zgjidhim ne? Cila është oferta jonë për ta zgjidhur? Të jemi si Rama, po jemi do të jemi ndryshe.